Nona e keqe e merr në qafë djalin. Kish pas njoni vesh një gjallë dhe kër I vdiq baba, nojë e rryti gjallin tere që ju bë gjalli Zotë I veti. Po se thmija I pa bab, aja nisin buzlije po vjedh ka pak e ja qeki nonës vetë. Nonë si do ke mire se theki kur gjatë djallit. Po t'i kur djalli anisi po vjedh më të madhe, atëherë në zume një herë shtina psone edhe dënu me vjerë kanap. Djalli lypi. A kam drejt me lyp dy fjallë. Qka, I thanë ata. Nonën e du me pas këtu e me u përqaf me ta, ja tha djalli. Atër shkune ja pru nonën, kur ja pru nonën, kjo e thiri nonën nga të veti, se isha vyt nga të kanopit, e kur ja pru nona dhe ja vyt nga të djallit edhe përqafi. Djalli I tha, nonë, qitë ma gjuhën të aputhë. Nona e qiti gjuhë me aputhë e djalli ja shkurtoj gjuhën me e dhonë nonës vetë. Kur e pa se qka boni djalli e të vetën djallin, pse ja shkurtove nonës tonë gjuhën me dhonë, djalli puli. Unë kur jam koni vogël nuk kam ditë e sa I kam vjedh ka pak, po tu I rritë ja gjami aja punë më shumajke, për ditë më shumë, edhe kështu erdha tek tirit e kanupë. E nona se jam koni vogël me më paston me këtë gjuhë, mos vedh e mos bëmë së sanësh, nuk isha arë tek tirit e kanupë. E nona e keqe e merë në qafë gjallë.